Kërkimet për Daniel Gjanën, alias Heurteven dhe Bekim Bulicën janë shtrirë në disa zona të vendit, ndërsa policia po punon për lokalizimin dhe kapjen e tyre në lidhje me vrasjen e turistit portugez në Ksamil. Sipas gazetares Klodiana Lala, forcat e rendit po zhvillojnë kontrolle në Vorë, Kukës dhe në disa zona të Tiranës, bazuar në informacionet për vendet ku mund të qëndrojnë dy personat e shpallur në kërkim. Vëmendje e veçantë është përqendruar në Vorë, ku dyshohet se mund të fshihet Daniel Gjana. Policia po kërkon gjithashtu Bekim Bulicën, pronari i Principotes. Ndërkohë hetuesit po verifikojnë edhe mundësinë që të dy të kërkuarit të mos ndodhen më në Shqipëri. Sipas raportimit, ekzistojnë dyshime se ata mund të kenë kaluar në territorin e Kosovës, ndërsa kontrollet dhe veprimet për gjetjen e tyre po vijojnë. Si u vra portugezi në Ksamil. 20 vjeçari Luis Miguel Varela Mendes erdhi në Shqipëri me një grup turistësh për të pushuar, por gjeti vdekjen pas një sherrri me punonjësit e Principotes. Grupi i turistëve me të cilët kishte udhëtuar 20 vjeçari i ndjer, një pjesë e tyre franceze, një pjesë portugez, kanë dëshmuar se nuk e kanë parë momentin e vrasjes dhe e kanë mësuar vetëm në mëngjes kur ka mbërritur policia. Ndërkohë është zbardhur dinamika tronditëse e cila solli vrasjen e të riut. Raportohet se personi që ka nisur konfliktin me portugezin ka qenë David Heurteven, një shqiptar me nënshtetësi britanike dhe banues në Tiranë. Sherrri, i cili dyshohet jetë nisur për një vajzë, solli më tej për fshirjen e kamarierëve të lokalit dhe të Sokrat Batës. Fillimisht David Heurteven, i cili ishte klient në lokal, ka qelluar me grushtet e riun portugez dhe pas dhunës makabre janë bashkuar pjesëtarët e stafit. Ka qenë Sokrat Bata, Hasiani, i cili e ka tërhequr zvarr të riun duke nxjerrë nga ambientet e klubit, e ka dërguar deri tek shezllongjet e beach barit aty pranë Paradise, ku edhe e ka goditur me thik për vdekje. Më pas Mojsid Matushaj, polici i cili punonte edhe si truproj në Principotes, ka transportuar vrasësin e portugezit me një makinë pronësi të tij deri në qendër të Ksamilit dhe më pas me të njëjtën makinë është rikthyer në kompleksin luksoz. Vata më pas ka kontaktuar dy turqit, të cilëve u kërkoi ndihmë deri në momentin që u arrestuan në Levan brenda bagazhit. Dy turqit e arrestuar, Nuh Mahmutoglu dhe Ezgi Perlak, deklaruan se me Vatën kishin krijuar raport shoqëror dhe se disa herë kishin paguar si shoqërues personal. David Heurteven, startuesi i sherrit që solli ngjarjen e rëndë shpallur në kërkim, ai bashkë me Vatën akuzohen për vrasje me dashje kryer në bashkëpunim, po ashtu kujtojmë se në kërkim është shpallur edhe pronari i lokalit Bekim Bulica, i cili është larguar me njëherë pas ngjarjes. Kamarierët e përfshirë në konflikt janë Sergji Selimi, Ervis Bunci, Ildi Cekani dhe Murat Zhabina, të cilët kanë goditur me grushte të riun portugez. Në momentin e konfliktit, në lokal kanë qenë në rolin e bodyguardëve, efektivi i policisë Mojsid Matushaj, punonjësi i policisë bashkiake Romeo Shehu dhe Kristi Koshi, të akuzuar se nuk kanë ndërhyrë për parandalimin e ngjarjes dhe për mos njoftimin e policisë së shtetit dhe janë pezulluar nga detyra.